Berisha duhet ta di kush ndërkombëtar ka asistuar te çështja e tij. Apo duhet me ditë që erdhi ky ndërkombëtar dha këtë që rasti Meta për shkak. Ose rastin e Erion Velis nëse ka ndërkombëtar që kanë asistuar. Neve duhet ta dimë, sepse kodi i procedurës penale i ka përcaktuar qartë subjektet e procedimit penal. Neve gjërat i kemi toleruar vetë deri këtu. Neve s'dim për shkakun ka fjalë, fjala ka fjalë. Çdo ndërkombëtar, nëse se është çështje de facto, jo de jure. Pra de facto ata janë ato të japin mendim me shkrim. Për shembull ne kemi një klient, ta dim kush ndërkombëtar është. Neve nuk e dim kod procedurës penale, ne nuk kemi nën ndërkombëtarët. I vetmi nën që dalin ndërkombëtarët është kushtetutë që asistojnë reformën në drejtësi. Dhe këta thash me vendimin e fundit të Strasburgut që gjetjet e tyre janë gjetje. Pra që këtu ata duhet marrë larg, duhet për proceset duhet objektivitet. Pra çdo kusht jetë mbi bazën e provave. Po çfarë ndodh? Me politikanët tanë nderuar, kur i vjen ujti, e ke parasysh kur i vjen ujti, fillojnë të shohin që s'është mirë dispozita. Edhe te masat e sigurimit, që te rasti konkret që ka lindë objekt kushtetues që e diskutuam edhe në fillim. Çdo gjë duhet të jetë shkruar në ligj. Duhet të jetë shkruar në mënyrë të qartë që ne ta dimë se çfarë kemi, jo të lejmë evazive dhe në fund fare gjejmë një armik, e ka ky fajin. Jo, fajin e ke ti që i bën këto ligje. Dhe dyta, dhe ndërkombëtarit është qëllimi i mirë që po asistojnë, por duhet një akt i shkruar që çfarë pozicioni ka në procesin penal. Çfarë pozicioni ka te një çështje kur raportohet? A ka drejt ai të marrë informacion? Sepse ne edhe kur shkëmbejnë informacione, shkëmbejnë bazë një protokolli, bazë një rregulli. Pra kodi i procedurës penale, sot që është si Bibla e priftit, ose si Kurani i Hoxhës, pra që në bazën e asaj që procedojmë, ne nuk del me as i vend ndërkombëtari. Madje shkelje sekretit hetimur t'ia tregosh dosjen atij. Shikom, që këtu neve dalim kemi bo vetë. Pra janë të lëna nga politikanët vite. Dhe i ka pëlqyer kjo gjë. Por tashi që i erdhi ujti vetë, që e ke parasysh se nuk po e them për etik, thonë që shiko kjo qeka. Kjo ka ndodhur që po ndodh me qytetarën e shtesë tash po vjen ata. Le të vazhdoj kjo lojë. Ka një problem të jashtëzakonshëm dhe prandaj ngrita këtë si shqetësim. Prokurorët tanë, të cilët kemi sot në sistem, dikush me eksperiencë, dikush bën gabime, dikush i fjalë analizon krejt ndryshe formën e tjera. Po të shikosh të mbyllësh është në një klasë 80 nxënës, 80 po të them, 40. E ti thua sa bëjnë dhe 40 dhe 40, do thonë 80, një zëri. Po të marrësh 40 gjyqtar, asnjëri për të njëjtën vepër penale nuk ka arsye të njëjtë. Mi bëj edhe këtë analizë. Pjesa tjetër është te pjesa e shqetësimit të huajve në institucion. Pse Ilir Meta sot ngre zërin dhe thot mua më arrestuan ndërkombëtarët me urdhër të Ramës e tjerë, sepse këtu është krijuar alibia tashmë. Është krijuar alibia edhe për Berishën, edhe Berisha kështu thot, edhe ai tjetri kështu thot, kështu që kjo marrëdhënie tregon që këta të tre janë të dënuar politik. Këta tani janë marrë në përgjegjësi penale, por me propavi politike. Dhe duke u futur një person i cili për mendimin tim është gabim, unë nuk po them që aleatët apo partnerët të cilët e kanë ndihmuar reformën në drejtësi mos të marrin dieni për sa i përket të rastit të raportit që mund të japi vetë institucioni këtyre partnerëve, por vajtja në institucion e politizon situatën dhe e fillon edhe humbet seriozitetin e asaj dosje për të cilën këta personazhe, të cilët janë lakuar në vite, tani dalin që këto akuza janë politike. E kuptoj. Tani, kush po e mban peng për të dy e kam pyetjen, procesin e kreut BKH-s, ka kaluar çdo afat, a është e njëjta dorë që po lëviz të dyja këto proceset për leadershipet e rinj të BKH-s dhe SPAK-ut? Çfarë ndodh në prapasken? Mendimi im personal është që po të keni parasysh rastin e Erion Velis, çështja nisi me një shtetës të quajtur Nesti Angoni. Anonim, po. Po. Konstatojmë dhe të rastet e kandidat, ka shumë letra anonime Madein Nesti Angoni. Kanë fillu letrat për njëri tjetrin, se u doli si praktik dhe letrat po verifikohen. Dhe letrat janë me njëri tjetrin aty të brendshme. Pra unë ashtu çoja të tjetër dhe verifikimi i letrave, letra mas letra, sepse dhe letrat ose më saktë informacionet anonim
verifikohen se më përpara për shembull informacionet anonim. Kur personi nuk tregon emrin, i vet arshivim atë se s'do merr. Ai që është qytetar tregon emrin mbi emër, ka ndodhur fakti. Verifikimi këtyne ka zgjat kohë. Dhe nga informacionet që kam janë fazat e fundit. Pra do bëhet dhe një diçka dhe shumë shpejt do jetë edhe kryetari i BK-s. Por ka pasur shumë letra. Unë di që do zgjidhet njërë kreu i Spakut, pastaj do zgjidhet BK-ja. Kjo është procedura Se ç'lidhje kanë me njëra tjetrën? Po shiko, janë të dy funksione të cilat lidhen me njëri tjetrin. Shiko, patjetër që kanë kaluar afatet. Problemi është që ndoshta të kërkojnë një pjesë të harmonizimit të institucionit. Mund të kemi edhe një lëvizje për institucionin ose një ndarje të institucionit. E para njërë që BK-n e sot e kemi nën varësinë e Spakut. Ndërkohë që mënyra se si u ndërtua Byroja Kombëtare e Hetimit është krejt strukturë më vetë. Byroja Kombëtare e Hetimit nuk merr punë nga Spaku. Byroja Kombëtare e Hetimit referon dosjen në Spak, sipas mënyrës se si u ngrit. Kështu që pjesa e mënyrës së përpunimit të dosjeve që do të ketë struktura e posaçme është që duhet të shtojë kapacitetet e nivelit përpunues të oficerëve të policisë gjyqësore, por kurse si delegim punësh që duhet të bëjnë agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit. Ne flasim profesionalisht këtu. Ervini e di mirë çdo të thotë cilët janë funksionet edhe të drejtat e prokurorit në marrëdhënie me delegimet e punëve që i bën oficerit e policisë gjyqësore. Kështu që kemi një përplasje institucionale, them unë, dhe Byroja Kombëtare e Hetimit duhet ndarë. Pjesa e menaxhimit të cilit duhet bërë, edhe ata kanë pavarësi, agjenti i Byros Kombëtare të Hetimit ka pavarësi si prokurori dhe roli menaxhuesi i drejtorit të Byros Kombëtare të Hetimit është përsëri rol i cili është në nivelin e kryetarit si kryetari i Spakut, por është në një nivel hetimor që heton administratën e tjera. Pra në formën se si u ngrit janë struktura më ndryshme, por funksionojnë të gjitha nën jurisdiksionin e strukturës posaçme, siç është edhe GKKO-ja, e cila ka strukturë posaçme, ka autoritet të përgjoj një gjyqtar e tjera. Me fakt, këtu ka humbur fuqia e vendimarrjes. Janë disa gjëra që duhet futur dhe nëse nuk bëhet sot, nëse do të shikojmë element më negativ, nuk do të bjerë ajo pjesa e besueshmërisë në gjyqësor. Shko, neve i prekëm këto dhe i kemi prekur në terren këto situatë. Për shembull, ne e njohim shumë mirë se si funksionon administrata në Shqipëri. Çfarë probleme ka? Ka probleme pafund. Pafund. Por se si rregullohet kjo? Patjetër rregullohet me profesionistë. Ku do gjesh profesionistat? Tani, me qenë se i mbaron mandati Altin Dumanit, a mund të rezervoj ai në fund për t'i vënë qershin tortës 3 vjeçare me ndonjë lëvizje të vujshme, për shembull? Çfarë për shembull? Po pyetja klishe klasike që bëjnë që gazetarët që kur u shkruar Spakut. Për Ramën. Në arrestime të forta. No. Shikom. Me këtë mbyllje mandati. Shikom, unë di vetëm kaq. Që pastaj viti i ri, kisë viti i ri. Askush nuk e ndihmon dhe shpejton një prokuror të kaloj afatet, të përshpejtoj afatet, sepse po mbaron administratori, po mbaron mandatin. Afatet hetimore janë afate hetimore në pjesën e hetimit paraprak. Dhe ato janë elementi kyç. Po mirë, flas për dosje forta që nuk ka gjë në dorë. Administratori, kryetari i strukturës posaçme nuk ka asgjë në dorë për sa i përket marrëdhënies së dosjes, të cilën mban përgjegjësi prokurori. S'ka asgjë në dorë. Varet gjithmonë nga autoriteti dhe mënyrën se si shikon prokurori për personat veçantë që mund nxjerrë një Ke një mendim ndryshe ti? Ke një pritshmëri tjetër ti apo? Unë mendoj që nëse ka procedurale. Viti i ri do hahet i qet. Nëse ka çështje të cilat duhet procedohet me arrest, duhet procedohet sepse nuk ka të bëjë, domethënë që siç më kujton ish prokurorin Lladha që thoshte do kemi ngjarje me shtator, domethënë pra se unë vërtet ju kam thirrur këtu të flisni në emër të ligjit, po jo edhe kaq në emër të ligjit. Do kesh një sekondë. Jo se kështu po të keni parasysh në shtator edhe prisin me në shtator dhe vitet në shtatorit tjetër dhe s'doli gjë. Mendoj që ku ka vend për arrest ka dosje të nxehta Spaku. Për vërtetës ka shumë dosje të nxehta,
të Po pra, cilët bazuar në këtë e ku thash. ka vend, Nëse i ka ardhur koha, do e bën. Nëse i ka ardhur koha dhe gjithmonë duhet parë nga pasoja e veprës penale. Sepse SPA-u ka bërë një traditë tashmë. Dhe rasti Ballugut që po e diskutojmë me rastin e Velis, njerëzit thonë pse u procedu Velia me arrest dhe pse Ballugu për një vlerë të sipas SPA-kut, është diskutim tjetër sepse pati pretendime dhe për vlerën e dëmit që diskutohet tek tuneli. Pra po, sipas SPA-kut, këtu kemi 950.000 euro veshje, akte të tjera, kurse këtu kemi 50 milion euro me dëm. Tani ka qytet masa, këtu është 50 herë më shumë. Tani këtu procedu kështu. Unë edhe te rasti Velis dhe me Monti që kemi shpreh. Masa sigurimet arrest në burg vendoset, çdo masë tjetër është e papërshtatshme. Por tani, duke qenë se kemi standard, ne normal presim një arrest kuptimin se janë standardet vendosura tashmë. Pra do vendosur dhe Jo, flas për dosje që janë Dosjet bërë edhe të nxehta ka. vjetra tani, Dosje që janë për forta apo që kanë kohë. për i të vërtetës ka shumë Nga radhët çështje, ka shumë Mund çështje. të ndodhi Ja, që pas majta. ju keni të drejtë, por mendoj që këto 2 muaj, por jo me do përkasin me kohën e zonë Tuman. Se mbaroj nëntori. Shiko, mendoj që dosja 21 janarit, mendoj që mund të ketë një surprizë, por që ngjerët për të parë në ditët në vazhdim se si është dinamika e dosjes, Çka ka çështje? se çfarë ka çështja akoma. Por që 21 janari do të jetë prova e vërtetë e strukturës posaçme, që funksionon apo jo drejtësia. Të gjitha dosjet do të jenë provë për strukturën e posaçme, që nga dosja e Berishës, që nga dosja e Veliajt, që nga dosja e Ilir Metës,